Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në kryen historike të Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Jemi këtu për të shpërndarë flet palosje, për të takuar njerëzit. Kryeja një qytet totalisht i rënuar, i shpopulluar me një agjendë të posaçme, është goditur zemra kryes, ka shumë pak njerëz, rruga e rënuar, stadiumi i rënuar, kanë hequr institucionet kryesore nga kryeja dhe natyrisht kryeja nuk është më një destinacion turistik. Gjithsesi, ne po takojmë qytetarët në çdo moment dhe ka shpresë. Me Luan Kaun këtu, është një nga qendrëstarët më të mëdhenj të Partisë Demokratike në Krujë, edhe përshëndet shumë se erdhi më takoj edhe më dha energji shumë pozitive. Po çfarë jetën? Lam bega nai. Inshallah feta. Krujën që ka shpopullu fare. Po shpopullu Shqipëria me Krujë. Shkop mu inshallah. Minja ma ulon kalaj. E di është mirë si falda, a i kulon. E djali, qa? Faleminderit. Vetëm respekt, t'jeni mirë. Ja, Nice to see you. Nice to see you again. Gjali mrekullueshëm. Unë ka hiqim se shtëpia e shtetit. Kanë çrëntu miletin këto. Mos më pasun plagën unë i fos Chelsea shtëpisë sepse këtu s'ke çapo. Ne bëj plan shumë të mirë për jatëdhësimin e shqiptarëve, për me bashku familjen shqiptare. Unë e di vulletin tonë. Unë njishja, gjithmonë me njishja. Njishë, po në me njishë, gjithmonë me njishë.